Shtëpia ishte e vjetër, por mbante erën e jetës. Muret e saj kishin dëgjuar të qeshura, grindje, lutje nate dhe premtime që nuk u mbajtën kurrë. Për Gëzimin, ajo shtëpi nuk ishte thjesht 4 mure, ishte gjithçka që i kishte mbetur nga një jetë e lodhur. Në obor, qershia e vjetër kishte filluar të thahej. Degët e saj ishin rrudhur si duart e tij. Gëzimi ishte 58 vjeç, me shpinë të përkulur nga puna dhe shpirt të rënduar nga frika. Në duar mbante një letër të palosur disa herë, aq shumë sa letra ishte bërë e butë si leckë. Vendimi i gjykatës, Arta Gëzimaj dënohet me 12 vite burg. Fjalët i digjnin syt sa herë i lexonte. Vajza e tij. Gjaku i tij. Ajo që e kishte mbajtur gjallë pas vdekjes së gruas, gjithçka kishte ndodhur shpejt. Një natë. Një gabim. Një shoqëri e gabuar. Një pako droge që ajo betoi se nuk ishte e saj. Babi, unë jam e pafajshme. Zëri i Artës i jehonte ende në vesh, i dridhur, i thyer, i mbushur me frikë. Në sallën e gjyqit, ajo kishte qëndruar drejt, por sytë e saj ishin lutje të heshtura. Kur gjykatësi dha vendimin, Arta u kthye nga jati dhe i buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje për ta qetësuar atë, jo veten. Ai nuk kishte mundur të lëvizte. As të qante. Vetëm kishte shtrënguar duart derisa thonjt i kishin hyrë në mish. Në mbrëmje, Gëzimi u ul vetëm në kuzhinë. Një pjatë me bukë dhe djath qëndronte e paprekur. Në mur, fotografia e Artës kur ishte 8 vjeç, me flokë të lidhura dhe dhëmbë të vegjël të dal jashtë nga e qeshura. Të betohem, bija ime. Nuk do të lë atje brenda, përshpëriti ai, por si, avokati kishte qenë i qartë, duhet para. Shumë para. Rihapje çështjeje, ekspert, apelim. Ndryshe nuk ka shpresë. Para që Gëzimi nuk i kishte. Pensioni i vogël mezi mbante shtëpinë në këmbë, syt i shkuan drejt dritares. Obori. Qershia. Shtëpia, aty i lindi mendimi, fillimisht si një krim në mendjen e tij, ta shes shtëpinë, jo ta tregoj askujt. As Artës. As kushërinjve. As kën. Sepse po ta dinin, do ta ndalonin. Do ta quanin të çmendur, por çfarë vlere kishte një shtëpi, nëse vajza e tij do të kalonte rinin pas hekurave, ditët që pasuan ishin të heshtura. Gëzimi shkonte çdo javë në burg për ta takuar Artën. Ajo përpiqej të dukej e fortë. Babi, mos u shqetëso për mua. Më e rëndësishme je ti mos u sëmur. Ai buzëqeshte, por brenda po coptohej. Natën, filloi të mos flinte. Çdo cep i shtëpis i fliste. Dhoma e Artës ishte ende ashtu siç e kishte lënë, libra, një shall i hedhur mbi karrige, aroma e saj ende në ajër. Nëse kjo shtëpi do të fliste, do të më falte, tha me zë të ulët. Një mëngjes. Veshi xhaketën e vjetër dhe doli pa thënë asgjë. Shkoj në një agjenci imobiliare në qytet, dua ta shes shtëpinë, tha shkurt. Familja është dakord? E pyeti agjenti. Gëzimi u ndal për një çast, po, gënjeu. Në atë moment, diçka brenda tij u thye përgjithmonë. Kur u kthye në shtëpi, u ul në shkallët e oborit. Preku tokën, si të kërkonte falje, po ta shes për të shpëtuar vajzën time, tha me lot në sy. Nuk është tradhti. Është dashuri. Por ai nuk e dinte ende se kjo sakrificë do të hapte plagë të reja, do të sillte zbulime të dhimbshme dhe do ta vendoste përballë zgjedhjes më të errët të jetës së tij. Dhe më e keqja. Arta nuk ishte aq e pafajshme sa dukej. Burgu kishte një erë që nuk e harron kurrë. Hekur, lagështi dhe dëshpërim. Çdo herë që Gëzimi kalonte portën, ndjente sikur po linte pas një copë nga vetja. Arta e priste ulur në një stol metalik. Flokët i kishte prerë shkurt, syt i dukeshin më të errët. Ishte dobësuar. Babi. Zëri i saj ishte i butë, por kishte diçka tjetër brenda tij. Një lodhje që nuk vinte vetëm nga qelia. Si je, bija ime? E pyeti ai, duke u përpjekur të buzëqeshte. Mirë. Sa për t'u thënë mirë. U ulëm përballë njëri tjetrit. Një xham i trash i ndante, por dhimbja kalonte lirshëm. Gëzimi nxori disa fruta nga çanta. Por Arta nuk i preku.
Shikimi i saj endet diku tjetër, si një njeri që ka diçka për të thënë, por nuk guxon. Babi, tha më në fund, apo lodhesh shumë për mua? Ai u drodh, për ty nuk lodhem kurrë. Arta uli kokën. Gishtat I dridheshin. Nëse gjërat nuk shkojnë mirë, mos e shkatërro jetën tënde për mua. Të lutem. Fjalët e saj ranë si gur. Gëzimi ndjeu një therrje në kraharor. Çfarë po thua? Do të dalësh. Do ta rregullojmë. Arta ngriti syt. Në to kishte frikë. Dhe faj, babi. Ka disa gjëra që nuk ti kam thënë. Zemra e tij filloi t'i ra fort. Çfarë gjërash? Ajo hezitoi. Vështroi rreth e rrotull. Sikur muret të kishin vesh, ai djali. Erioni. Nuk ishte thjesht shok. Gëzimi u mburtësua. Emri I Erionit I sillte gjithmonë një ndjesi të keqe. Një djalë I hishëm, I sjellshëm në dukje, por me sy që nuk qëndronin kurrë të qetë. Çfarë do të thuash? Pyeti me zë të ulët. Unë e dija. Që ai merrej me gjëra të paligjshme. Fjalët I ranë si çekan. E dije? Përshpëriti gëzimi. Po. Por nuk mendoja se do të përfshihesha. Më betoi se ishte hera e fundit. Se po I dilte nga dora. Lotët filluan t'i rrëshqasin. Atë natë, pakoja ishte në makinën time. Unë pranova ta mbaja. Vetëm për disa minuta. Vetëm kaq. Gëzimi mbylli syt. Dhimbja u përzie me zemërim dhe frikë. Pse nuk më the më parë? Kisha turp. Kisha frikë të zhgënjeja. Për një çast, ai deshi të bërtiste. Ta pyeste si mund të rrezikonte gjithçka. Por përballë tij nuk ishte një kriminale, ishte vajza e tij, e thyrë, e frikësuar. Ai e penduar? E pyeti qetë, çdo ditë, tha ajo pa hezitim. Nëse do të ktheja kohën pas. Gëzimi mori frymë thellë. Dëgjoje babin. Çfarëdo që të kesh bërë, unë jam këtu. Dhe do të bëj gjithçka për të nxjerrë. Arta ngriti kokën me shpejtësi. Jo, babi. Mos bëj gjëra të çmendura. Mos shes shtëpinë. Ai u ngrin. Si e di ti këtë? Ajo u zbardh në fytyrë. Unë thjesht e mendoj. Të njoh. Gëzimi nuk tha asgjë. Heshtja e tij ishte përgjigjja më e fortë. Të lutem, përshpëriti Arta. Ajo shtëpi është gjithçka që kemi. Ai u afrua nga xhami. Ti je gjithçka që kam. Atë mbrëmje, Gëzimi nuk u kthye menjëherë në shtëpi. Shkoi drejt agjencisë imobiliare për herë të dytë. Sa shpejt mund të bëhet shitja? Pyeti, nëse çmimi është I ulët. Shumë shpejt, ju përgjigj agjenti. E dua shpejt, tha ai. Pa zhurmë. Në shtëpi, hoqi nga muri fotografinë e martesës. E futi në një kuti. Çdo send që prekte I dukej si lamtu mirë. Por ajo që nuk e dinte ishte se Erioni, djali për të cilin Arta foli, nuk ishte zhdukur. Ai po e ndiqte nga afër çdo hap të Gëzimit dhe shtëpia. Ishte vetëm fillimi I çmimit që duhej paguar. Qielli ishte I ulët atë mëngjes, I mbushur me re të rënda, sikur edhe ai e dinte se diçka po shitej përgjithmonë. Gëzimi qëndronte në obor, me duart pas shpine, duke parë shtëpinë sikur po I kërkonte leje. Agjenti imobiliar erdhi me një burr tjetër. I huaj ishte rreth të 40-tave, I veshur thjesht, por me këpucë të shtrenjta. Flokët I kishte të krejura me kujdes, syt të ftohtë, të mbret. Ky është zoti Kodra, tha agjenti. Është I interesuar. Gëzimi I zgjati dorën. Gëzim, u prezantua. E di, u përgjigj tjetri, duke e shtrënguar dorën pak më fort se ç'duhej. E di edhe pse po e shisni. Një dridhje I përshkoi shpinën Gëzimit. Nuk e kuptoj, tha. Zoti Kodra buzëqeshi lehtë. Të gjithë kemi arsye. Të tuat janë urgjente. Hyn brenda. Kodra ecte në përdhoma si një njeri që tashmë I njihte. Preku murin, hapi një dollap, ndaloi para dritares së dhomës së Artës. Vajza juaj, tha pa pritur. E bukur. E pafat.
Gëzimi u kthye me shpejtësi. Çfarë dini ju për vajzën time? Kodra u kthye ngadalë, më shumë se çdo të donin. Agjenti u kollit i sikletosur. Ndoshta. Të flasim për çmimin, sugjeroi. Kodra nxori një dosje dhe e hapi mbi tavolinë. Do ta blej sot, tha. Me para në dorë. Por me një kusht. Zemra e Gëzimit i rahu fort. Çfarë kushti? Asnjë vonesë. Asnjë pyetje. Dhe të largoheni brenda 3 ditësh. 3 ditë? Përsëriti ai. Po, tha Kodra. Sepse ju nevojiten parat tani. Dhe sepse dikush tjetër po ju vëzhgon. Fjalët e fundit u than me zë të ulët. Kush? Njerëz që nuk do t'ju presin gjatë. Gëzimi kuptoi. Erioni, sa? Pyeti më në fund. Kodra i shty letrat drejt tij. Shuma ishte e ulët. Shumë e ulët për atë shtëpi, është grabitje. Tha Gëzimi. Jo, u përgjigj Kodra qetë. Është shpëtim. Agjenti heshti. Ai e dinte se ky nuk ishte një negocim i zakonshëm. Duart e Gëzimit dridheshin kur mori stilolapsin. Për një çast mendoi të ndalonte. Të largohej. Por fytyra e artës i doli para syve, ai firmosi. Në atë moment, dera e oborrit u përplas fort. Babi. Zëri i artës, Gëzimi u ngrit në këmbë, i zbehur. Ajo qëndronte aty me një çantë në shpinë dhe 2 policë pas saj. Më dhan leje të dal për disa orë, tha ajo, duke buzëqeshur me zor. Doja të shihja. Sytë e saj ranë mbi letrat në tavolinë. Emri i firmës. Data, çfarë është kjo? Pyeti ajo. Zëri i saj u drodh. Gëzimi nuk foli. Babi. Po e shet shtëpinë? Heshtja e tij ishte përgjigje. Jo. Bërtiti ajo. Nuk kishe të drejtë. Ajo u kthye nga Kodra. Kush jeni ju? Një blerës, tha ai ftohtë, një grabitës. I tha ajo. Kodra u afrua. Vajz, babai yt po bën atë që ti nuk mundesh, po paguam për gabimet e tua. Arta u kthye nga jati me lot në sy. Unë nuk ta kërkova këtë. Por unë ta detyrohem, tha Gëzimi më në fund. Ti je bia ime. Policët i hodhën një sy orës, duhet të kthehemi. Para se të largohej, Arta ju afrua babait dhe i përshpëriti, ai njeri. Është i lidhur me Erionin. E ndjej. Kodra buzëqeshi lehtë, sikur ti kishte dëgjuar, do të shihemi përsëri, tha ai. Shumë shpejt. Kur dera u mbyll, Gëzimi u uli rrëzuar në karrige. Shtëpia nuk ishte më e tij dhe paratë që do të merrte nuk ishin fundi i çmimit. 3 ditë. Vetëm 3 ditë për të shkullur një jetë të tërë nga rrënjët. Kutit u mbushën ngadalë, me duar që dridheshin dhe sy që shmangeshin nga kujtimet. Gëzimi nuk i paketoi të gjitha. Disa gjëra i la qëllimisht pas, një gotë të thyrë, një palë pantofla të vjetra, librat e shkollës së artës. Nuk donte që shtëpia të dukej bosh. Donte të dukej sikur ende merrte frym. Natën e fundit, fjeti në dysheme, pa dyshe. Dëgjoj çdo kërcitje të mureve, sikur shtëpia po i fliste për herë të fundit. Më fal, përshpëriti në errësirë. Në mëngjes, një makinë e zezë ndaloi para portës. Zoti Kodra doli i pari. Pas tij, 2 burra të tjerë. Të heshtur, koha mbaroi, tha ai pa përshëndetje. Gëzimi dorëzoi çelsat. Dora i dridhej aq shumë sa çelsat i ranë në tokë. Kodra i mori vetë. Ku do të shkoni? Pyeti ai me një buzëqeshje të ftohtë. Nuk ka rëndësi, u përgjigj Gëzimi. Ka, tha Kodra. Sepse njerëzit që po kërkojnë vajzën tuaj nuk lodhen. Makina u largua, duke e lënë Gëzimin në trotuar me 2 çanta dhe një boshllëk në gjoks. Ai u vendos në një dhomë të vogël me qira, pranë stacionit të trenit. Zhurma e trenave i mbante mendjen zgjuar natën, por të paktën nuk e lejonte të mendonte. Paratë i fsheu në një qese plastike, në dyshekun e hollë. Çdo natë i numëronte, sikur të ishin rrahjet e fundit të zemrës së tij, por nuk kaloi shumë. Një mbrëmje, dera e dhomës u trokit fort, hape. Gëzim.
Zëri i Erionit, gjaku i ngrin, ai hapi derën me ngadalë. Erioni qëndronte aty i buzëqeshur me 2 burra pas tij, ke ndryshuar adresë pa na thënë, tha ai. Jo shumë mirësjellëse. Largohu, tha Gëzimi. Nuk kam asgjë për ty, Erioni hyri brenda pa ftesë. Pa dhomën e varfër, çantat, shtratin, e shite shtëpinë, tha. Më në fund. Gëzimi heshti, e di pse jam këtu? Pyeti Erioni duke ju afruar. Sepse paratë që do të japësh për avokat nuk mjaftojnë. Kam bërë marrëveshje. Gënjeu Gëzimi, Erioni qeshi, me Kodrën? Ai punon për ne. Gëzimi ndjeu tokën t'i largoi nën këmbë, ti mendove se po shite shtëpinë për vajzën, vazhdoi Erioni. Në fakt, po paguan borxhin tim. Çfarë borxhi? Pakon që Arta mbajti. Nuk ishte e vogël. Erioni u afrua edhe më shumë dhe ende nuk është shlyer plotësisht. Ai hodhi një sy dyshekut, paratë janë aty, apo jo? Gëzimi u hodh përpara, por një nga burrat e kapi nga krahu. Mos, tha Erioni. Nuk dua të lëndoj. Dua bashkëpunim. Ata morën një pjesë të parave dhe u larguan duke lënë dhomën të rënuar. Para se të dilte, Erioni u kthye. Nëse nuk mjaftojnë, ka mënyra të tjera. Dhe Arta është ende brenda. Dera u mbyll, Gëzimi ra në gjunjë. Gjithçka që kishte bërë po përdorej kundër tij, të nesërmen në burg, Arta e pa babaj ndryshe. I raskapitur. Më i vogël, çfarë po ndodh? Pyeti ajo, ai u përpoq të buzëqeshte, gjërat po lëvizin, tha, por Arta pa të vërtetën në sytë e tij, babi. Apo të kërcënojnë? Ai nuk u përgjigj, ajo shtrëngoi grushtet, atëherë më dëgjo. Ka diçka që nuk ta kam thënë. Zëri i saj u ul në pëshpërim, pa koja. Nuk ishte hera e parë. Gëzimi e pa i tmerruar, çfarë do të thuash? Unë kam prova. Emra. Regjistrime. Nëse dalin në dritë. Erioni bie. Ai e kuptoi, vajza e tij kishte mbajtur një armë të fshehtë, por përdorimi i saj do të sillte pasoja të rënda. Nëse i dorëzoj, tha Arta, ata do të hakmeren. Gëzimi mbylli syt, tani zgjedhja nuk ishte më vetëm shtëpia, ishte jeta e vajzës së tij. Kundër së vërtetës, Gëzimi nuk fjeti atë natë. Zhurma e trenave i përplasej në kokë si kërcënim. Çdo tingull i dukej si hap drejt derës. Mendja i rrotulloi rreth një pyetje të vetme, a mund të shpëtojë Arta pa u shkatëruar përfundimisht në agim? Mori një vendim që nuk e kishte menduar kurrë se do ta merrte, shkoi drejt në prokurori. Ndërtesa ishte e ftohtë, pa ngjyrë, si fytyrat e njerëzve që hynin e dilnin. Gëzimi u ul përballë një prokuroreje rreth të 40-tave. Quhej Elona Marku. Sytë e saj nuk gjykonin, por as nuk premtonin. Pse jeni këtu? E pyeti ajo, ai nxori nga xhepi një USB të vogël, të vjetër. Ja vendosi mbi tavolinë, këto janë të vajzës sime, tha. Regjistrime. Emra. Pagesa. Një rrjet i tërë. Elona e pa USB-n për disa sekonda pa e prekur. Nëse këto janë të vërteta, tha më në fund, do të hapin një çështje shumë të madhe. Unë nuk dua famë, tha Gëzimi. Dua që vajza ime të mos kaloj jetën në burg. Prokuroria u mbështet pas. Vajza juaj ka pranuar fajin? Pjesërisht, tha ai. Por është përdorur. Ligji nuk funksionon me ndjenja, u përgjigj ajo. Por ka diçka që quhet bashkëpunim. Fjala i ra si një shpresë e frikshme, çfarë duhet të bëj? Pyeti ai, na sillni gjithçka. Dhe pranoni se jeni të kërcënuar. Do të jetë e rrezikshme. Gëzimi mendoi për dhomën me qira. Për paratë e grabitura. Për shtëpinë që nuk ishte më e tij, jam gati, tha, por drejtësia lëviz ngadalë. Ndërsa dosja po hapej, Erioni lëvizte shpejt. Një pasdite, Gëzimi gjeti një zarf në nder. Brenda ishte një fotografi e vjetër, Arta 10 vjeçe, para shtëpisë së tyre.
Në pjesën e pasme, një fjali, çdo sekret ka çmim. Ai e kuptoi mesazhin. Ata e dinin, në burg, Arta u thirr për një bisedë. 2 gra të panjohura e shoqëruan në një dhomë pa kamera. Ti ke folur, i tha njëra. Unë vetëm po paguaj për gabimet e mia, u përgjigj Arta, një shuplak e fortë i ra në fytyrë, mos harro ku je. Kur u kthye në qeli, buza i ishte qarë. Por syt i digjnin nga vendosmëria, nuk do të hesht, i tha vetes. Prokuroria Elona thiri gëzimin për herë të dytë, kemi një shans, tha ajo. Por duhet një dëshmi e drejt për drejt. Një takim. Një regjistrim. Me kë? Me Erionin. Gëzimi u zbardh, ai do të më vras. Ose do të shpëtoni vajzën, tha ajo qetë. Nuk ka rrugë të tretë. Ai heshti gjatë, ku? Pyeti më në fund, në vendin ku ai ndihet i sigurt, tha Elona. Aty ku mendon se ju kontrollon. Atë mbrëmje, Gëzimi dërgoi një mesazh të shkurtër, kam para të tjera. Duhet të flasim. Përgjigjja erdhi menjëherë, sonte. Ora 22:00. Te shtëpia jote e vjetër. Gjaku i ngrin, shtëpia që kishte shitur. Vendi i kujtimeve. Vendi i humbjes, ai e kuptoi. Erioni po e kthente sakrificën e tij në kurth. Gëzimi mori frym thellë, në xhep, një pajisje e vogël regjistrimi, në mendje, fytyra e vajzës së tij. Ora shënonte 21:57 kur Gëzimi ndaloi përballë portës së shtëpisë që dikur ishte e tij. Dritat ishin ndezur brenda. Qershia e vjetër ishte prerë. Trungu i saj i tha të qëndronte si një varr i hapur, zemra i rrite aq fort sa mendoi se pajisja e regjistrimit do ta tradhtonte. E preku në xhep. Ishte aty. E ndezur, porta u hap ngadalë, hyr, u dëgjua zëri i Erionit brenda, shtëpia dukej ndryshe. Muret ishin lyer rishtas, mobiljet e vjetra ishin zhdukur. Por ajri mbante ende kujtimet. Dhimbjen, Erioni qëndronte në mes të sallonit, i qetë, me një gotë në dorë. Zoti Kodra ishte ulur në divan, si një roje i heshtur, ironike, apo jo? Tha Erioni. Ta humbasësh shtëpinë për ta paguar borxhin. Dhe të rikthehesh si mysafir. Kam parat, tha Gëzimi, duke u përpjekur të mbante zërin të qëndrueshëm. Por dua garanci. Vajza ime duhet të lirohet. Erioni qeshi lehtë, ti ende beson në garanci? Ai ju afrua, Arta e dinte shumë. Dhe ti po bëhesh problem. Ajo u përdor, tha Gëzimi. Ti e fut në këtë. Erioni ngriti vetullat, po, tha pa hezitim. Dhe do ta bëja përsëri. Fjalët ranë rënd. Regjistrimi po i gëlltiste, sa? Pyeti Erioni, gjithçka që kam, u përgjigj Gëzimi. Por kjo mbyllet sonte. Erioni bëri shenjë kodrës. Ai u ngrit dhe kontrolloi xhepat e Gëzimit. Jo aq sa mendoja, tha Kodra. Dhe ky çfarë është? Ai nxori pajisjen e regjistrimit, gjaku i Gëzimit u bë akull, gabim i madh, tha Erioni, zëri i tij u errësua. Shumë i madh. Ai i ra Gëzimit me grusht. Dhimbja i përshkoi fytyrën, por ai nuk ra. E mbajti veten në këmbë, duke menduar vetëm një gjë, ta mbajtë zënë sa më gjatë, ti mendove se po shpëtoje vajzën, vazhdoi Erioni. Në fakt, po e varros. Pa pritur, sirena policie u dëgjua nga larg. Fillimisht e zbeth. Pastaj më e fortë, Kodra u ngriti alarmuar, Erion. Diçka nuk shkon. Erioni u kthye nga dritarja. Dritat blu u reflektuan në mure, na ke tradhtuar. Bërtiti ai dhe nxori armën, në atë çast, dera u thye me forcë, policia. Hedh armën. Zhurma, britma, hapa. Erioni tentoi të ikte nga dera e pasme, por u rrëzua mbi dyshemen që dikur kishte qenë kuzhina e familjes. Kodra u përpoq të largohej, por u prangos brenda pak sekondash. Gëzimi u ul në gjunjë, duke marrë frymë me vështirësi. Një oficer ju afrua, mbaroi, i tha. Jeni i sigurt tani? Ai ngriti sytë, të mbushur me lot, po vajza ime?
2 javë më vonë, gjykata ishte sërish e mbushur. Këtë herë, Arta nuk ishte vetëm, prokuroria Elona lexoi provat, regjistrimet, emrat. Rjeti u shem para syve të gjithëve, Erioni u dënua rënd. Kodra gjithashtu, për Artën, vendimi ndryshoi, dënimi ulet ndjeshëm për bashkëpunim dhe rrethana lehtësuese. Gëzimi mbylli sytë. Nuk ishte liri e plotë, por ishte shpresë. Në fund të seancës, Arta u kthye nga baba i saj. Ti humbe gjithçka për mua, tha me zë të dridhur. Ai buzëqeshi, i lodhur. Jo, tha. Unë fitova ty, por ende kishte një pjesë të fundit të kësaj historie, një çmim që ende nuk ishte paguar plotësisht. Ajo që mbetet, dita kur Arta doli nga burgu nuk ishte me diell. Qielli ishte gri, i qetë, sikur të mos donte të bënte zhurmë për një liri të brishtë. Porta metalike u hap ngadalë dhe ajo doli me një çantë të vogël në dorë. Flokët i kishte rritur sërish, sytë ishin mbushur me diçka që nuk ishte më frikë, ishte pjekuri. Gëzimi e priste disa metra larg. Nuk vrapoi. Nuk foli. Thjesht qëndroi aty. Kur sytë e tyre u takuan, Arta la çantën të binte në tokë dhe u hodh në krahët e tij. Ai e shtrëngoi fort, sikur të kishte frikë se po e humbiste sërish. Më fal, pëshpëriti ajo, mos kërko falje për mbijetesën, i tha ai. Vetëm jeto. Ata nuk u kthyen te shtëpia e vjetër. Nuk kishte kuptim. Ajo tashmë ishte një vend tjetër, me mure të reja dhe kujtime të huaja. U vendosën në një apartament të vogël, me dritare nga lindja. Nuk kishte obor, as qershi. Por kishte qetësi. Gëzimi gjeti punë si roje natë. Arta filloi të punonte në një qendër sociale, duke ndihmuar vajza që kishin rënë në rrugë të ngjashme me të sajën. Nuk fliste shumë për të kaluarën. Vetëm sa duhej, një mbrëmje, ndërsa pinin çaj në heshtje, Arta nxori nga çanta një zarf. Çfarë është? Pyeti Gëzimi, nga prokuroria. Ai u tendos, pasuritë e sekuestruara të rrjetit kriminal do të përdoren për dëmshpërblime, lexoi ajo. Dhe një pjesë kthehet tek viktimat. Ajo ngriti syt. Shtëpia. Gëzimi u ngrin. Çfarë shtëpie? E jotja. E jona. Transaksioni u shpall i pavlefshëm. Kodra nuk kishte të drejtë ligjore. Heshtje, mund ta rimarrim, tha Arta. Nëse ti do, Gëzimi u afrua te dritarja. Pa rrugën, njerëzit që kalonin. Jetë që vazhdonte. Jo, tha më në fund. Ajo shtëpi bëri detyrën e saj. Arta u afrua pas tij. Ti e shite për mua. Dhe ajo u kthye në diçka më të madhe se muret, tha ai. U kthye në liri. Disa muaj më vonë, ata shkuan për herë të fundit para shtëpisë së vjetër. Porta ishte e mbyllur. Qershia ishte vetëm një trung i tharë. Arta vendosi dorën mbi të. Nga këtu filloi gjithçka, tha. Gëzimi mori një frym të thellë, dhe këtu mbaroi frika. Ata u larguan pa u kthyer pas, në fund. Gëzimi e kuptoi diçka që nuk ja kishte thënë kur vetes, nuk e kishte shitur shtëpinë, e kishte këmbyer, për të ardhmen e vajzës, për të vërtetën, për paqen, dhe ajo që mbeti. Ishte dashuria, gjithmonë ajo mbetet.